Në fytyrën e tij shihen qartë krimbat të cilat i kanë depërtuar edhe në hund. Një fetoz si posa lindur pas shenja jete i mbuluar nga gjaku i vendosur në një emër. Në një rast tjetër, një pacient me plagë në pjesën e syrës shihet pas një fashë mbrojtëse. Plaga është e hapur ndërsa indet përreth janë të ekspozuara ndaj ajrit dhe infeksioneve. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, aty ku qytetarët kërkojnë shpresë dëshërim, gazeta Insideri ka zbuluar një realitet rënditës. Pamjet të siguruara nga repartet e QKK-s tregojnë një gjendje alarmante që vën në pikpyetje standardet më elementare të kujdesit shëndetësor. Në repartin e mjekimit intensiv ku trajtohen pacientët me gjendje kritike janë filmuar skena të rënda. Një pacient, emri i cilit është i njohur për relaksin, shihet në gjendje të rëndë, i lidhur me aparatura që ja mbajnë frymën gjallë. Në fytyrën e tij shihen qartë krimbat të cilat i kanë depërtuar edhe në hund. Në një tjetër pamje shfaqet një skenë edhe më e rëndë. Një fetoz si posa lindur pas shenja jete i mbuluar nga gjaku i vendosur në një emër. Sipas burimeve të Insiderit, trupi i forshës ka qëndruar në agjendje për disa orë, një situatë e rrezikshme që sipas ekspertëve mund të shkaktojë ndonjë rrezik për epidemi. Në një rast tjetër, një pacient me plagë në pjesën e syrës shihet pas një fashë mbrojtëse. Plaga është e hapur ndërsa indet përreth janë të ekspozuara ndaj ajrit dhe infeksioneve. Pamjet që ngrën pikpyetje se sa të sigurta janë repartet ku duhet të ruhet jeta. Gazeta Insideri ka kontaktuar edhe Ministrinë e Shëndetësisë, po ashtu edhe Ministrin Arben Vitia, si dhe Shërbimin Spitalor Klinik Universitar të Kosovës. Nga SHKUK-ja është marrë një përgjigje zyrtare ku thuhet se trajtimi i pacientëve bëhet në mënyrë profesionale, duke respektuar të gjitha masat e higjienës. Për pamjet dhe dëshmitë e publikuara tregojnë një histori tjetër, një realitet që bie ndesh me deklaratat institucionale. Në lidhje me rastin e Foshnjës, SHKUK-ja ka sqaruar se dështimi i frytit është bërë nën kontroll të ginekologut dhe është trajtuar sipas procedurave të klinikës së ginekologjisë për dërgim në Institutin e Patologjisë. Ndërkohë, për rastin e pacientit me plagë në kokë, tha se nuk është e sigurt nëse bëhet fjalë për një pacient të trajtuar në mjekimin intensiv qendror. Sa i përket pranisë së paraziteve, SHKUK deklaroi se nuk ka informata për raste të tilla. Pamjet të siguruara nga Insideri janë dëshmi të qarta të një sistemi shëndetësor që po përballet me një krizë të thellë. Ato tregojnë se pas çdo raporti, pas çdo deklarate zyrtare dhe pas çdo premtimi për reforma, ekziston një realitet i dhimbshëm që ndodh brenda mureve të spitaleve tona.